Rezoluta e miratuar nga Asamblea Politike shpreh pik për pik shqetësimet jo vetëm të Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare, po të mbarë qytetarëve të vendit, të cilët shohin me shqetësim se një qeveri dhe një shumicë që ka dalë nga binaret e demokracisë, të llogaridhënies transparente përmes mekanizmave kushtetues, po e thellon çdo ditë më shumë zullumin e saj. Jo vetëm në planin politik, por dhe aty ku dhe më shumë, në planin e vendimarrjeve të papërgjegjshme që kanë efekt drejt për drejt mbi ekonominë kombëtare, ekonominë familjare, varfrinë, papunësinë, rritjen e çmimeve, rritjen e taksave dhe përkeqësimin e gjendjes në vend. Rezoluta e Partisë Popullore Europiane konfirmon pa asnjë më dyshje drejtësinë e betejave dhe qëndrimeve tona politike për gjatë më shumë se një viti në kuvend dhe jashtë kuvendit. Zhbërja e konsensusit dhe miratimi i njëanshëm i ligjeve me shumicë cilësuar përmes trafikimit deputetëve nga qeveria Rama Meta nuk është kulturë politike europiane. Miratimi pa konsensus me opozitën nga kjo qeveri i hartës së ndarjes territoriale administrative dhe manipulimi elektoral i saj nuk është standard i politikës europiane. Kapja e institucioneve të pavarura, sot 2 ditë para protestës së madhe popullore për të drejtat ekonomike dhe sociale të shqiptarëve, vlen të kujtojmë dhe njëherë se përgjegjësi kryesor për gjendjen e përkeqësuar në vend dhe për perspektivën e përkeqësimit të kësaj gjendje edhe më tej, është qeveria Rama Meta, me masat e saj të rritjes së taksave, rritjes së çmimit të energjisë, arbitraritetit dhe dhunës, me cilat ka krijuar një pasiguri juridike të pashembullt. Le të shërbej kjo thirrje nga Brukseli për të sinkronizuar aksionin tonë të gjerë qytetar, jo vetëm opozitar, por qytetar, dhe si një thirrje e shtuar për të zbritur në sheshin Skënderbej të shtunën në orën 12